Thot selamu aleikum. A mund të na tregoni diçka mbi urtësinë e agjerimit, pse Allahu Azza wa Jall obligoi agjerimin? Allahu Azza wa Jall prej emrave të tij është El Hakim, është i urtë. Nga se Allahu nuk ban diçka pa urtësinë e tij. Qoftë këtë urtësi e dim, apo qoftë ne nuk e dim. Pra Allahu nuk dërnon diçka vetëm ka hikmet në ta. Kjo është pjesë e besimit ton, e akidës e Ehlisunetit dhe xhamatit. Pse me fal drekën bash në zenit, ka hikmet që se dim, megjithatë ka hikmet në ta. Pse Allahu Azza wa Jall na i obligoi agjerimin, Allahu Azza wa Jall pse na i obligoi agjerimin, na tregoi në ajetin që na i obligoi agjerimin. Ja ju ledhina amenu, kutiba alejkumus siyamu, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ka thonë, o ju besimtar, o ju që u radhitën në radhat e besimtarëve, ju është obligu agjerimi, si që ju ka obligu dhe popujve para jush, që të arrini devotshmërinë, që të arrini shkallën e devotshmërisë. Një nga urësit e agjerimit, qëllimi kryesor është arritja e devotshmërisë, që të bësh i devotshëm. Çka do me thoni më bëj i devotshëm? Do të thotë, më koni devotshëm më jutut Allahut, do të thotë që urdhat e Allahut mi qunë në vend, ndalesat e Allahut mi lon. Kjo do me thonë devotshmëri. Para ta, Omer ibn Abdulazizi, kur e pyet njonin prej të afërmeve të tij që çka është devotshmëria, tha e ki morë një rrugë që ka thera në ta, e ki ndjek dhe njerë një rrugë që ka pas thera në ta, dhe ke qenë ka më zbathur në ta, ta po, qa ke bo? Ta ki kam qelë si të mirë, e kam këshirë kamën ku penoj. Ka thonë kjo është tekvallëk. Mi qelë si të mirë, me këshirë se qka po banë, qka po fletë, ku penon kamën tonë, qka po vepron. Pra ta Allahu Azza wa Jall na i obligoj agjerimin, nga se agjerimi është një ndër elementet kryesore, më të rëndësishme që njeriu në arron e qonë të devotshmëria. Pra in kuzhinën tonë, kur kush nuk qef pos Allahut. Me gjitha ta frigoriferin plot. Frigoriferin e ke plot. Nuk të shef vetëm Allahu. A shkon me ngron? Jo. Kush është ai të cilit pengon? Është friga Allahut, shiqimi Allahut, përcjellja Allahut, tuta Allahut. Nuk e ban njeriun që të prish agjerimin e tij. Pra kjo është shkalla e devotshmërisë. E Allahu ka thonë, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu Azza wa Jall e pranon ibadetin vetëm prej të devotshmëve. Pse na pas na çu me agjeru? Që Allahu të na pranojë. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim na tregon se Allahu Azza wa Jall xhennetin do t'ja trashëgon robëve të tij të devotshëm. Wa tilkal janna allati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Kjo xhenneti që na nuk ja trashëgojmë këtë xhennet vetëm atinve që kanë qenë të devotshëm. Pra Allahu Azza wa Jall një ndër hikmetet e urtësit që të na japë neve xhennetin, na i obligoi agjerimin që të afrohemi te Allahu, që ta sfidojmë shejtanin. Si thot Ibn Taymija, se njeri kur nuk han dhe nuk pin, apo kur han pak dhe pin, damart i ngushtohen. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shejtani qarkullon në gjakun e njeriut. Se sa herë sot hapën damart, shejtani është më aktiv. Sa të ngushtohen damart, shejtani është më pasiv. E Allahu na i obligoi agjerimin, që t'i ngushtojmë damart, që t'ja zom vrimat shejtanit, që ta braktismi të keqen dhe të arrim kënaqësinë e Allahut. Pra ta, me agjerim ka shumë urtësi, pa Allahu Azza wa Jall disa nga ato na i ka tregu, e të qerat i din në vetëm ai. Allahu